Okay. Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet edhe dinamikat më interesante. Një fjalë e vjetër popullore thot, kur dy grinden, i treti fiton gjithmonë, dhe në marrëdhënien mes Limit të Bias, dashurisë së tyre, do me thënë natën e mbrëmshme u shfaqën edhe këto magjit e zeza, po ato se hiret, si që njihet në gjuhën popullore që Bia kishte bërë brenda shtëpisë, i ndihmoi Limit që Limi të përcakton bindjen e tij se me kë ai do të shkon. Limi e potencoi dhe natën e mbrëmshme që un kam ardhur këtu për eksperjenca të reja, që nuk kupton domethënë dua të ndërtoj një lidhje të re, nuk dua të merrem me të kaluarën që un kam kaluar, dua të bëj diçka të re, diçka të bukur dhe kjo gjë siç duket po i jep shumë favor Dolces. Natën e mbrëmshme, teksa të gjithë banorët e tjerë po bëheshin gati që të shtriheshin në dhomën e gjumit, Limi dhe Dolce po shijonin emocione dhe momente pikërisht pranë krevateve të tyre. Mendoj unë që Limi ka fat në jetë? Kjo gjë nuk dihet, tani a ishte rastësi nga ana e Zotit që Limi domethënë ra pikërisht pranë Dolces, apo ishte një strategji komplet e mirë menduar jashtë që Limi të flej pranë Dolces dhe t'i afrohet Dolces dhe të krijojë një emocion me Dolcen, kjo në fakt do të zbulohet në ditët në vazhdim, por që Limi po krijon emocion, po jeton momentin, po kënaqet, po argëtohet brenda shtëpisë së Big Brother me Dolcen, kjo është bërë tepër shumë publike. Të gjithë po e komentojnë, do me thënë afrimiteti mes Limit edhe Dolces i ka rënë edhe Albës në sy, nëse deri dje Alba qante për Limin, për marrëdhënien që kishte krijuar Limi me Bien, sot Alba qant për Dolcen, do me thënë Dolce është ajo e cila Albës po ja merr në fakt të dashurin, po ja merr në fakt partnerin. Do të shohim se si do shkojnë gjërat, a do vazhdon marrëdhënia mes Limit edhe Dolces apo jo, a do të jetë një marrëdhënie që do të jetë efektive, një marrëdhënie që do të jetë fantastike apo jo, apo janë thjesht provokimet e Dolces që don ta krijon dinamikën, don ta krijon luftën brenda shtëpisë së Big Brotherit. Si mendoni ju?